Sot kemi më shumë se kur informacion tepër të bollshëm nëpër rrjetet sociale, po edhe kërkesa nga ana e pacientëve nëpër banatore për suplemente, ilaçe natyrale, vitamina. Sidomos pas pandemisë, njerëzit kanë pasur një interesim të bollshëm për suplemente dhe mundohen që t'i marrin edhe përmes fotove të ndryshme, reklameve të ndryshme, influencerëve të ndryshëm të cilët i bëjnë marketing, gjë që nuk është shumë normale, pasi që një marketing i bollshëm që vjen nëpër rrjetet sociale nuk do të thotë që i bëjnë mirë të gjithë njerëzve. Nëse unë e përdori nuk do të thotë që edhe ty do të bëj mirë. Kështu që kjo nuk zaventsohet me një konsultë mjekësore nga ana e profesionistit shëndetësor. Konsultë me mjekun, por edhe një analizë do të ishte mirë se cila vitaminë në trup tënd mungon. Dhe ajo duhet të mirret dhe të kërkohet me udhëzim të profesionistit shëndetësor. Gjithmonë mund të ketë një sasi të tepërt të vitaminave që sjell edhe pasojë të tjera negative. Për shembull, aktuale është marrja e vitaminës D pa matje. Ajo shkakton një hipervitamin, domethënë që mund të shkaktojë rritjet e kalciumit në gjak, mund t'i dëmtojë veshkat edhe pasojat e tjera. Duhet të matet gjithmonë ajo doza ditore që të mos kalohet për shembull 4100 në ditë për një person të rritur. Gjithashtu dhe moshat e vogla duhet të kenë parasysh të vegjëlit të merren dozat e rekomanduara gjithmonë me këshilla mjekësore. Kohëve të fundit ka shumë, sepse influencerët apo do të thotë informacioni nëpërmjet rrjeteve sociale ka bërë një bujë apo ka ngjallur një lojë me ndjenjat e njerëzve, duke shfaqur një frikë se si të dukemi bukur, si të humbim peshë, si të rrisim flokët, si të mbajmë thonjët. Këto janë vetëm domethënë mesazhe fitimi nga ana e tyre, sepse ata nuk janë njerëzit adekuat të cilët duhet të informojnë popullin për përdorimin qoftë edhe të ilaçeve natyrale apo edhe të suplementeve. Kështu që një këshill nga ana ime do të ishte që konsultoni me profesionistin shëndetësor, gjithsesi me farmacistin nëpër banatore para blerjes së një ilaçi adekuat. Fletëllëzimi nuk duhet të shihet si armik, po si një mik i pacientit. Është një fletë e gjatë kur e merr para durve, mirë po duhet të mirret parasysh se i ka disa pjesë hyrëse të cilat zgjojnë një interes te pacienti. Do të thotë një fletëllëzues i barit përmban emrin gjenerik të barit, emrin e fabrikuar, të informon rreth dozës, rreth përmbajtjes, kush duhet ta përdor, në çfarë doze, për çfarë lloj sëmundjes përdoret e kështu me radhë. Duhet të kemi parasysh edhe termat, të cilat nuk janë të qarta, atëherë duhet të pyetet farmacisti. Për shembull, termi kundër indikacionet shpesh keq interpretohet ose keq mirret nga pacienti, prandaj këtu duhet të kemi parasysh që mos ndalet ai barit, mos përdoret se krijon një lloj panike, wow, çfarë po shkruan, edhe duhet pyetet pse shkruan kështu, pse vepron ose shkakton nauze, vjellje, marramendje, ushtim të veshëve, kështu me radhë, duhet të pyetet a është e vërtetë çka po shkruan nëse ai pacient nuk e ka të qartë. Do të thotë është mosha, pjesa më e rëndësishme e udhëzuesit të barit është mosha, të i referohemi përdorimit të mbas të vegjëlit, të rriturit dhe të moshuarit, për çfarë lloj sëmundje përdoret ai bari dhe tek dozimi. Këto janë 3 pjesët që duhet i kushtojmë rëndësi. Secili bar është në mënyrën e vet, i ka ato kundër indikacionet, i ka listat, efektet anësore, mirë po gjithmonë duhet të mirren ato për çfarë sëmundje përdoret, edhe secili bar i ka edhe efektet anësore të cilat duhet t'ia shpjegoj profesionisti.